Si na ka vu Bashkia Shkodër dhe ne shpresojmë shumë në Shkolla speciale 3 dhjetori ka festuar 30 vjetorin e saj përmes një aktiviteti kulturor dhe artistik me pjesëmarrjen e nxënësve të kësaj shkolle. Ky aktivitet erdhi në ditën botërore të personave me aftësi të veçantë. Prindër, nxënës dhe ish mësues, si dhe organizata partnere, u bën pjesë e këtij aktiviteti festiv. Faktikisht është më shumë se 30 vite, fillimet janë rreth 42 vite më parë në një klasë të vetme, por për kushtimi, puna e jashtëzakonshme bëri pastaj që të hapet shkolla speciale 30 vite më parë. Në këtë 30 vjetor kam shumë emocione, sepse më emocionon fakti që këtë prag e kanë kalu shumë nxënës, me qindra nxënës. Dhe sot unë jam jashtëzakonisht e kënaqur kur shoh që një pjesë e tyre janë aktiv në shoqëri, marrin pjesë në aktivitete kulturore, sportive, punojnë dhe unë mendoj që kjo është historia e suksesit më e madhe e kësaj shkolle. Ish mësuesja e muzikës në shkollën 3 dhjetori Viola Paçami kujton me emocion fillimet e saj në këtë shkollë, si dhe bashkëpunimin me nxënësit. Erdha në fillim edhe thash o sot. Më vjen turp me e thanë edhe këtë jetën që falinderit Zotit, unë po bëj kontributin që jam shnosh, edhe mos la as i minut, as i sekond pa kontribu për këta njerëz. Dhe me thanë, falenderoj Zotin që unë jam shnosh që të kontriboj për këta fëmijë. Kjo është ai momenti, mësej u mësova, edhe kaq i kam trajtuar si krejt normale, i kam bën miq, jena rrok, jena përqafu, janë shumë dashton. Emocione janë të ndryshme se këto njerëz të fëmijët falin dashuri pa kushte, të respektojnë, të afrojnë. Një ndihmë të madhe na kanë dhënë prindërit e tyre, kanë shumë kontribues, vishin, jashtë orarit punës, në shkolla, atje në qendra të ndryshme, i njehshin tan fëmijë. Kështu që por baza kryesore është shkolla. Në shkollën 3 dhjetori mësojnë 60 nxënës me aftësi ndryshe, ndërkohë përmes kontributeve të ndryshme kjo shkollë ka pasur disa plotësime me salla dhe hapësira të nevojshme terapeutike për fëmijët e kësaj shkolle.